O Sotir! O Sotir! O shoku, mos e ngatro Sotirin. O Sotir! O Sotir! Sa kemi që njifemi bashkë? Ishte një vjetë punova në fabrikën. Do me thënë edhe 36 demokraci? Sa vite i bje? 50 e ca. Kun unë isha me vogël. Isha e vogël, isha prapë. Punoja në dyqan tjetër. Isha shitëse atëre më. Emi tani do më tregosh mirë. Shumë mirë, më mbanë mëndë shumë mirë. Unë të them të drejtën ti ke ndryshuar, unë s'kam ndryshuar, kuse ti ke ndryshuar. Tani do më thuash, kur është ndërtuar kjo kisha? Kisha e Leusës po flasim, më ngrej që zërin, se së të gjojnë. S'ke ngrën bukë? Qa kemi në një me vete? Nuk dua jo, po. është ndërtuar më 1613. 1613. Po. është ndërtuar si muraturës. Po. Si gotinë. Si gotinë, normale. Me ashtu gëndje pas arkitektura do bënë në shekullin e 18. Mos e lexuam aty në shekullit 18, kisha Leus. Kisha Leus është ndërtuar në shekullin e 18. Në shekullin e 18 ikonastasit i gjitha. Po. Edhe është lart. Dhe tani bravo të qoftë ty që e mban më mirë nga një femër këtë kishë. Do ku punosh pa mbrat më. Ke shumë të drejtë. Ato janë mësuar o vlla nga qielli të presi nga qielli. Po qielli nuk e. Edhe Zoti, si thot Zoti? Zoti. Se thon, o Zot më ruaj o Zot. Po në mendje të gjitha jepi, Zot, jepi drejtimin. Pra, si thot ai, ruaj veten të ruaj edhe unë. Se po su ruaj dhe vetë. Sotir, Zoti të ruaj dhe ty dhe të bekoft, edhe bravo të qoftë që bën këtë punë kaq të mirë. Me fshes në dorë ishte, mere fshesën Sotir. E gjetëm Sotirin me fshes në dorë, me këta miqtë e mi të mirë që vinë vit për vit në Shqipëri, nuk e harojnë kurrë. Zhepovën edhe përmetin. Zhepova ka qenë shati i madh. Që si thot Sotiri ka qenë shati i madh. Se, e di Zhepovën në historinë e Zhepovës. Jo, si s'ma kanë treguar ka qenë shati dhe më madh se po thua se kultura. Çfarë thua? Po juve pse s'thoni vetë për Zhepovën? Ka qenë kooperativ më vetë, ka qenë 3 lagë. Ka qenë më vete? Ka striot qoze, E shon? Edhe Fisi Dragoj. Bravo. Ja, një përshëndetje për Fisin Dragoj. Sotir, miru pafshim, Zotit bekoft. Ikëm tani të shikojmë në një këteja më lartë. Shumë falemderit.